është turneu i futbollit, është hera e parë që bëhet në Shqipëri. Pra kemi 2 evente, Future of Football 4, që është me datën 11 prill, me masivitet me moshat vogla. Sa moshash vinë atë? Unë 9, do thot 9 Ja se ja, po nxjerr dhe regjia këtu tani, gjitha këto. Kjo që po nxjerr regjia tani është Barça Camp. Ç'është kjo Barça Camp? Barça Camp është, jemi shumë krenar për. Kjo na ka ardhur nga vëllezërit e Kosovës. Është organizuar për të parë vjet në Kosovë. Jemi në bashkëpunim me partnerët tanë në Kosovë dhe për herë të parë Barça ka 2 projekte, Barça Camp dhe Barça Klinik. Barça Camp do të thotë trajner të ekipeve të moshave të Barcelonës, do vinë dhe do bëjnë trajnime 5 ditore, 3 orë në ditë për çdo fëmijë. Pra çdo fëmijë që do regjistrohet në Barça Camp do ketë mundësi të marrë 15 orë stërvitje me filozofinë. Po që në një as nga këta tanët. Ata e shmangin fjalën për zgjedhje, sepse vinë për trajnim. Megjithatë, një fëmijë në filozofinë e Barcelonës, nën moshën 10 vjeçare, do të jetë më i vogël se sa 10 vjeç, monitorohet për 1 vit e gjysmë, deri pa mbushur 11 vjeç, dhe nëse është në Kosovë është një talent shumë po pra i sallaks. Jo, është një bjond me kaçurela të gjata. Po pra sallaks të gëzhej. Si Messi, si kështu. Po si Messi. Ai është marrë jo vetëm te Barcelona, është marrë te La Masia, që është niveli më i lartë i trajnimit të Barcelonës. Kur e bëte me Barcelonën? Barcelona është nga data 4 deri me datën 8 qershor. Dhe për herë të parë në website-in zyrtar të Barcelonës është shtuar Shqipëria në hartë. Pra ti kur shkon për të klikuar harta e Barça Camp, të del Kosova, të del Shqipëria. Nuk është në Serbi, nuk është në Greqi. Po. Dhe ne kemi marrë drejtën organizimet e për Greqinë. Pra ne kemi shumë me shumë do të vi këtu edhe nga Greqia? Jo, ne do shkojmë të organizojmë në Greqi. Po vetëm shqiptar, besoj. Jo, po flasim gjithmonë për futbollist të regjistruar në Federatën Greke të Futbollit. Mund të jetë grek, domethënë shqiptarë të organizojnë turne atje dhe futbollist grek. Jemi shumë të lumtur se duam ta bëjmë Janin. Më fal. Kemi pjesë shqiptare. Prandaj jemi shumë të vëmendshëm. Ma shpjegoj çik se unë nuk i kap shumë shpejt to. Lutem. Ti organizon aktivitetin, shkon në Janin. Atje marrin pjesë edhe futbollist grek. Vetëm grek. Organizator, vetëm grek. Organizatorët janë shqiptar. I do Niku këto, i do, e kupton. Jo, është bërë në Kosovë. Është bërë në Kosovë, ka pas sukses të jashtëzakonshëm. Bëhet fjala, mbasi është mbyllur 288 fëmijë të regjistruar, ka pas kërkesa për mbi kapacitet që nuk lejohen nga kushtet shumë strikte të Barcelonës. Shqipëria ka kapacitet për 2 kampe të tillë. Si mas studimit që ka bërë Barcelona, Maqedonia ka për 1 dhe Greqia ka mundësi për 3. Do thot, ata shpërndajnë brandin e vet, eksperiencën e vet. Do jepi edhe një emision tjetër këtu. Po me çfarë flutur do vinë këta të Barcelonës? Me çfarë do fluturojnë? Me Allianz Strava. Ja, ma ja. Po patjetër. Ja, ma ju e keni bërë? Po ne mezi e presim. Janë të mërshme dhe Barcelonën e putët aty? Allianz Strava. Po shtohet puna për managerët. Po shtohet puna për managerët. I kam fri ato, i pagon ju Allianz Strava. Patjetër.